Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Sarandë ka përfunduar hejtime dhe ka dërguar për gjykim 16 persona të dyshuar për përfshirje në një aktivitet të organizuar të prodhimit, mbajtjes dhe shitjes së lëndëve narkotike. Hejtimi, i cili zgjati rreth një viti, u zhvillua përmes metodave proaktive, vëzhgimeve në terren dhe përgjimeve telefonike. Sipas organit të akuzës, aktivitetet kriminale shtrihej kryesisht në qytetet e Sarandës dhe Delvinës, ku lëndët narkotike shpërndaheshin në mënyrë të përsëritur, tek të rinjt. Prokuroria thekson se shitja kryhej në bashkëpunim mes të pandehurve, duke krijuar një zinxhir të mirë organizuar furnizimi dhe shpërndarjeje. Të pandehurit të identifikuar janë të moshave nga rreth 18 deri në 40 vjeç. Ata akuzohen për veprime penale, prodhim dhe shitja e narkotikëve të kryera në bashkëpunim dhe më shumë se një herë. Në kuadër të njëjtës dosje, një prej të pandehurve përballet me akuzën për mbajtje pa leje të armëve të ftohta, ndërsa 3 persona të tjerë janë marrë të pandehur edhe për drejtimin e automjeteve në mënyrë të parregullt, pasi janë konstatuar duke drejtuar mjete në efektin e lëndëve narkotike. Prokuroria e Sarandës bën me dije se hetimet nuk janë mbyllur dhe se çdo person tjetër që mund të rezultojë i përfshirë në këtë aktivitet kriminal do të përballet me përgjegjësi penale në përputhje me ligjin.